Thriller në Beograd, 28 vjeçaria, gjendet e vdekur në valixhe pak ditë pas zhdukjes arrestohet turku. Një grua 28 vjeçare ruse e zhdukur që nga fundi i korrikut u gjet e vdekur në një valixhe në një kanal pranë Beogradit. Një turk 25 vjeçar i cili dyshohet se po përpiqej të largohej nga Serbia është arrestuar për vrasjen e saj. Trupi u gjet të njëjtën në mbrëmje nga banorët pranë një kanali në zonën Padinska Skela, një zonë me popullsi të pakët në anën tjetër të Danubit, larg qendrës së Beogradit. Ajo u dërgua për një ekzaminim mjekoligjor dhe më vonë u identifikua si Ludmila Turkova, gruaja ruse që autoritetet e kishin kërkuar ditët e fundit. Sipas Ministrisë së Brendshme serbe, i dyshuari kryesor për vrasjen është shtetasi turk 25 vjeçar i cili u arrestua në aeroportin e Beogradit ndërsa po përpiqej të largohej nga vendi. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur identitetin e tij. Hetimi zbuloi se 28 vjeçaria dyshohet se është vrarë në orët e parë të mëngjesit të 26 korrikut në një apartament me qira në lagjen Borka. I dyshuari më pas dyshohet se ka vendosur trupin e saj në një valixhe, e ka çuar në kanalin Vizejl dhe ka braktisur atje, duke u përpjekur të fshehë gjurmët. Ludmila Turkova u zhduk mbrëmjen e 25 korrikut kur ajo pushoi së ju përgjigjuri mesazheve nga miqtë e saj. Zhdukja e saj u raportua te autoritetet, cilët kanë nisur hetimet që përfundimisht çuan në identifikimin e trupit dhe arrestimin e të dyshuarit kryesor. Çështja tani është në duart e prokurorëve serb, të cilët po vazhdojnë hetimin mbi rrethanat e motiveve të krimit.